Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Materialet zgjedhore nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbërritën në Lushnjë në KZ-t 55 dhe 56, si dhe në KZ-n 57 të Divjakës. Materialet zgjedhore janë marrë në administrim nga komisionet zonale. Mesditën e sotme kanë mbërritur materialet zgjedhore në KZ 55 dhe 56 të Lushnjës, si dhe KZ 57 të Divjakës, me mjetet e transportit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në selit e komisioneve zonale të administrimit të zgjedhjeve, erdhën kutit e votimit për qendrat e votimit të administruara nga KZ përkatëse. Në KZ 56 tek Muzeu Historik kanë mbërritur materialet zgjedhore të 65 qendrave të votimit, që përfshin qytetin e Lushnjës, ndërsa në KZ 55 në palestrën e shkollës Skënder Libohova kanë mbërritur 92 kutit e votimit të qendrave përkatëse të ish-komunave, sot njësi administrative. Gjithashtu në KZ 57 në Divjak, në ambientet e qendrës kulturore, kanë mbërritur 67 kuti të qendrave përkatëse të votimit. Materialet zgjedhore janë marrë në administrim nga komisionet zonale, të cilat i kanë verifikuar dhe kontrolluar. Pritet që ditën e njëjtë të mbërrin edhe pajisjet e identifikimit PEI. Morëm ndërëzim materialet në KZ-n numër 55, morëm kutit të numërimit, kemi marrë kamerat, dhoma fshet, kutia dhomës fshet, dhe nesër presim pajisjet PEI, që kompletohemi me këta. Këto janë vendosur të monitorat e numërimit. Gjithë procedura është ndjekur nga afër nga organet e rendit, të cilat duke nisur nga sot, të gjitha KZ-t do të qëndrojnë 24 orë nën monitorimin e tyre. Sot nisi shpërndarja e materialeve zgjedhore në 3 KZ-t e qytetit Fier për 97 qendra votimi. Në qytetin e Fierit pritet të votojnë 74.525 votues. Ka nisur këtë të mërkur shpërndarja materialeve zgjedhore në 3 KZ-t e Fierit për 97 qendra votimi. Materialet zgjedhore për 11 maj janë shoqëruar nga mjetet e ushtrisë dhe forcat e policisë, ndërsa në to përfshihen fletët e votimit, kutitë e votimit, proces verbalet, dhomat e fshehtësisë dhe të gjitha materialet e tjera që garantojnë zhvillimin e zgjedhjeve në përputhje me kodin zgjedhor. Në KZ-n numër 60, sipas kryetarit Niko Neço, më parë ka mbërritur edhe sistemi monitorues, kamera dhe ekrane. Kanë ardhur paraprakisht, siç e shikoni, kamerat për çdo qendër votimi. Presim sot të vi dhe baza materiale nga KQZ, jemi njoftuar dhe besoj nga dreka do të mbri këtu në palestrën e shkollës Janaq Lica, baza materiale nevojshme të cilën ne do ta përgatisim me dokumentacionin përkatës. Dhe ditën e shtunë do t'ja shpërndajmë komisionerëve të qendrave të votimit sipas një grafiku dhe një plani shpërndarje që ka organizuar KZ-ja jonë. Ndërkohë kryetarja e kësaj KZ-je, Enkeleda Veliu, ka pohuar se në qytetin e Fierit në 97 qendrat e votimit pritet të votojnë 74.525 votues. KZ-ja jonë ka gjithsej 97 qendra votimi, ndër këto janë 95 prej tyre janë në ambiente publike dhe 2 prej tyre janë në ambiente private. Gjithsej do të votojnë 74.525 zgjedhës. Risi në këto zgjedhje është teknologjia më e avancuar që mundëson skanimin e të gjitha materialeve zgjedhore, duke krijuar lehtësira, u shpreh sekretari i KZ-s 59 Ervin Bushi. Risia ka domethënë të gjitha është teknologjia, është për procedurë verbale të gjitha nuk ka asnjë problematik, bëhet me skanim, çdo gjë na del korrekt, në marrëdhënie me KQZ-n kemi qenë korrekt. Vazhdojmë përgatitjet për një ditë e zgjedhjeve që të jetë votimi sa më i qetë për gjithë çdo zgjedhës. Pas mbërritjes, policia do të qëndrojë në gatishmëri të plotë për ruajtjen e tyre në orare të përcaktuara nga autoritetet, deri në momentin e shpërndarjes në qendrat e votimit. Disa ditë ndajnë nga festa abetare së nxënësve të klasës së parë të shkollës jo publike nënshkruesi pavarësisë Nebi Sefa. Fëmijët në drejtimin e mësueses po përgatisin një program të larmishëm artistik. Festa abetares për fëmijët e klasës së parë është njëri prej momenteve më të veçanta dhe më emocionuese për ta. Tani ata ndjehen të rritur, të pavarur sepse dinë të shkruajnë dhe të lexojnë vetë. Disa ditë na ndajnë nga festa e abetares, që po organizohet me përkushtim nga mësuesja dhe nxënësit e klasës së parë të shkollës jo publike nënshkruesi pavarësisë Nebi Sefa. Fëmijët me gëzim në drejtimin e mësueses po përgatisin një program të larmishëm artistik, me poezi për shkronjat, me këngë, valle dhe skeqe. Prindrit gjithashtu do të marrin pjesë në këtë fest, duke ndarë me fëmijët e tyre entuziazmin e këtij momenti. Klasa e parë, nxënësit bashkë me mësuesen, kemi gati më së një muaj
të cilët kemi filluar përgatitjet e festës të Habregares. Këta janë fëmijë të mrekullueshëm, që para një muaji kemi ndarë të gjithë materialet, si vjershat, ashtu dhe tekstet e këngëve, dhe të gjithë nxënësit kanë punuar në mënyrë perfekte. Falë njëkohësisht dhe bashkëpunimit të prindërve. Kemi një bashkëpunim shumë të mirë, sepse në qoftë se do të ishte bashkëpunimi i mësueses me nxënësit dhe me prindit, nuk do të kishte arritur kjo arritje që kemi ne arritur sot. Provat kemi vazhduar pothuajse çdo ditë. Sot kemi bërë përsëri provat ka qenë në një nivel goxha të lartë, fëmijë të përgatitur, interpretimi me lëvizje, këngët, njëkohësisht kemi futur vallën, kemi futur edhe sketch. Dhe këto ju do t'i shihni sa afërmi. Nesër ne kemi prova gjenerale, ku nxënësit do të njihen me ambienti ku do të bëhet koncerti, dhe koncerti është ditën e premte. Në datën 9, ora 11, ju mi presim të gjithë në këtë koncert. Njëkohësisht, një falënderim i veçantë shkon dhe për drejtoreshën dhe presidentin e shkollës, të cilët na kanë afruar këto kushte kaq të mira në shkollën tonë, ku ne përveç lëndëve të mësimit të përditshëm, zhvillojmë dhe aktivitete namë të ndryshme. Duke filluar nga ora e edukimit fizik që e bën profesori i lëndës përkatëse, profesori i muzikës, njëkohësisht profesor Beni duhet falenderuar në mënyrë të veçantë për këngët e bukura që ka punuar me këta fëmijë të mrekullueshëm. Dhe falenderimi special dhe super special shkon për këta votërush, të cilët kanë punuar çdo ditë dhe çdo gjë ka bërë me dëshirë dhe me qejf. Mirë të kofshim në festën ditën e premte. SPAK urdhëroi prokurorin e Fierit të nisë hetimet ndaj kandidates të Partisë Socialiste Zegjinet Çavushi për veprat penale, shpërdorimi detyrës, përdorimi i funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore dhe kanosje apo dhunim ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka urdhëruar prokurorin e Fierit të nisë hetimet për kandidaten e Partisë Socialiste në qarkun e Fierit Zegjinet Çavushi, pasi ka përfunduar hetimet paraprake. Sipas SPAK, ndonë se nuk provohet vepra penale korrupsion aktiv në zgjedhje, nga verifikimet paraprake ngrihen dyshime për 3 vepra të tjera penale: shpërdorimi i detyrës, përdorimi i funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore dhe kanosja apo dhunim ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. SPAK njofton se ka përfunduar hetimet ndaj kandidates së Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Fierit Zegjinet Çavushi dhe ka dalë në konkluzionin se nuk jemi përpara veprës penale korrupsion aktiv në zgjedhje, por mund të jemi para rastit të konsumimit të 3 veprave të tjera penale që janë në kompetencë të prokurorisë së Fierit. Konkretisht, bëhet fjalë për dyshimet për kryerjen e veprave penale shpërdorimi i detyrës, përdorimi i funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore dhe kanosje apo dhunim ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. Për këtë arsye, SPAK ka vendosur që të mos regjistrojë procedimin penal për korrupsion aktiv në zgjedhje dhe t'i kalojë dosjen prokurorisë së Fierit që të kryejë veprime hetimore procedurale për këto 3 vepra penale të tjera. Hetimet e SPAK kanë të bëjnë me një audiopërgjim të publikuar në media, ku kandidatja e Partisë Socialiste Zegjinet Çavushi shfaqet duke kërcënuar një qytetar dhe duke i bërë presion për votën. India sulmon me raketa Pakistanin duke shkaktuar 10 viktima të plagosur. Pakistani reagon duke thënë se do të përgjigjet sulmeve. India sulmon me raketa Pakistanin dhe Kashmirin administruar nga Pakistani. Ngjarja e 2 javëve më parë kur në një sulm u vranë disa turistë në Kashmirin administruar nga India, duket se është bërë shkak. Ministria e Mbrojtjes indiane i quajti sulmet e nisura si operacion në të cilin do ndëshkohen përgjegjësitë e sulmit të 22 prillit, i cili la të vdekur 25 indian dhe një shtetas nepalez. Pakistani ka mohuar çdo përfshirje në sulmin e muajit të kaluar dhe i ka përshkruar sulmet e Indisë si të paprovokuara. Kryeministri Shehbaz Sharif i Pakistanit ka thënë se këto akte të neveritshme agresioni nuk do të mbeten pa u ndëshkuar. Zëdhënësi ushtarak i Pakistanit tha se të paktën 26 persona u vranë dhe 46 të tjerë u plagosën. Ndërkohë India tha se të paktën 7 civil u vranë nga bombardimet pakistaneze në Kashmirin administruar nga India.
Delhi zyrtar pranoi se që në orët e para të mëngjesit të kësaj të mërkurë kishte goditur në 9 vende të ndryshme në Pakistan dhe Kashmirin administruar nga Pakistani. Vendet e sulmuara sipas indianëve ishin infrastrukturë terroriste. Pakistani tha sulmet kishin ndodhur në zona civile, duke shtuar se pretendimi i Indis për shënjestrimin e kampeve terroriste është i rrem. Kashmiri është një pikë nxehtë midis Indis dhe Pakistanit, sepse pretendohet plotësisht nga India dhe Pakistani, por administrohet vetëm pjesërisht nga secili prej tyre. Interi është finalisti i parë i Champions League, përmbys rezultatin me spektaklit të 7 golave me Barcelonën dhe shkon në Muni. Interi arrin finalen e Ligës së Kampionëve pas një fitore spektakolare në Giuseppe Meazza kundër Barcelonës, me rezultatin 4-3 pas 120 minutash lojë. Sfida nisi në mënyrën më të mirë të mundshme për zikaltrit, të cilët kaluan në avantazh në minutën e 21 me Lautaro Martinez dhe dyfishuan shifrat në fundin e pjesës së parë, fal një penalltie nga Çalhanoğlu. Por katalanasit nuk e kishin thënë ende fjalën e tyre të fundit, të cilët në pjesën e dytë bën të pamundurën. Në minutën e 54, Eric Garcia ngushtoi shifrat dhe pas 6 minutash, Dani Olmo riktheu baraspeshën. Në minutën e 87, Rafinha shënoi dhe golin e tretë për katalanasit me shpresën që vulosi çdo gjë, por ishte Acerbi ai që në minutën e fundit riktheu sërish baraspeshën duke çuar sfidën në shtesë. Pas 90 minutave ishte radha e shtesave për të dhënë spektakël. Në minutën e 99 ishte Fratesi që përmbysi sfidën për herë të dytë, kësaj radhe në favor të Interit. Pjesa tjetër nuk prodhoi më gola, me Interin që arrin kështu i pari finalen e Ligës së Kampionëve në Muni, aty ku do të pres fituesin e çiftit Paris Saint-Germain Arsenal. Mediat në Itali janë në qiellin e 7 për këtë kualifikim të jashtëzakonshëm përballë Barcelonës. Inter mitik fitore fantastike në finale, shkruan La Gazzetta dello Sport në faqen e parë. Inter mitik shkon në finale pas 120 minutave të çmendura, shkruan Corriere. Interior ishte titulli i përzgjedhur nga Tuttosport. Ky është edicioni lajmeve për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.